Unë po të pyes ty, po unë I kom gjitha përgjigjet në kokën time. Çfarë përgjigje paske për këtë pyetje? Jesh ajo që do të them unë ja ta maj me dhe qikrit se mos ashtë pak darke. Edhe atmosfera e lezetshme, bukur. Muzika on top. Po patjetër. Patjetër. Edhe me personat e duhur, që duan ta dinë vërtetën gjithë. E ti kemi këtu t'i folim përballë. Përballë. Po. Çfarë do të flasim Si po duket loja? Loja apo Loja. realiteti që ndodh? Po, në realitet, real life, Më loja. pëlqen. Të pëlqen? Po. Lush me mu? Jo të luj. Për qa? Qa të pëlqet? Se edhe unë ta njeh lojen, edhe unë jam player. Se di çfarë aspekti e ke, po? Ku tim lidhje me ne të dy. Që ta dim ku ju... Ty çfarë pëlqen te unë? Qa më pëlqet e këty? Ka pëlqy se je një lojtare e mirë? Lojtare. Po. Apo Po a flasim për ne dy, jo për lojen. Për ne të dy brenda gjithçkaje, në kuadër gjithçkaje. Se këtu njihemi ne, brenda një loje njihemi. Ama nga ana ime nuk është loj. Kush? Ne dy. Oh. E kam thënë disa herë. Karakteri dhe emocionet e mia nuk janë loj. Këtu mbrenda. Loj janë sfidat, strategjitë e sfidave, thyrjes rregullave, ama jo raporti me Po nga njerëzit. lindi ky raporti me mua. Se di? Ti si mendon nga lindi? Unë e di se jam super çun. Normalisht që edhe pas parte do të lindi, vetëm t'jesh me mua. Po puna është pse? Pse pikërisht unë? Po super çuna ka plot, po nuk lind të gjithë kjo Po gjë. mirë, pse pra unë? Se di? Po duhet ta S'kam dish tani se ne përgjigje kemi hedhë eksakte. disa hapa. Ha? I kemi hedhë disa hapa, duhet ta dish. Po çfarë pyetje, po s'është diçka që dihet me tru, me mendje, ku e di, Me thjesht e zemër, fol me ndjen. zemër. Thjesht e ndjen. E ndjen. Po. Okej, kur e ndjen, e ke një vizion. Apo jo? Ha? Deri ku mund të shkojë ky vizion jot? Jam emocionuar. Je emocionuar? Se di pse po më vjen turp tani. Okej. Nëse e marrim avash avash, që edhe ti ta kesh pak më të thjesht. Ti e ndjen apo Ka loj? për ty është. Ti e ndjen apo loj? Unë. Po. Unë normalisht që e ndjej, po kur së ndjej, ose atë që duhet të ndjej më saktë. Edhe ti si e ndjen? Demi mëngjes, demi mëngjes. Ti si e ndjen? Me thonë të drejtën, unë jam përpjek që të shoh diçka për te kësaj gjës. Kupto? Por nuk po ma jep atë vibe-in ose nuk po ma jep atë vizionin që unë po kërkoj. Sepse ti nuk po më thua asgjë gjithkohës. Dhe të kesh bësh me një tip si puna ime nuk është e lehtë. Edhe të kesh bësh si një tip si puna ime nuk është gjithashtu e lehtë. Po unë nuk shoh fjalët. Shoh veprat. Vepra. Edhe reagimet, edhe energjia që ndihet. Cilat- Më duhen më shumë fjalë, edhe ti nuk është se ke thënë shumë fjalë. Ti në fakt gati s'ke thënë asnjë fjalë. Thjesht ke përshkryt pak karakterin tim, po s'është se ke thënë ndonjë gjë tjetër. Ti akoma nuk ke shpreh asnjë gjë. Edhe pse s'ke shpreh, unë prap shoh për te fjalëve.
Ashtu? Ndërsa Dhe ti çfarë e do shef? vetëm afirmime me Faktin fjalë. unë e di se çfarë shoh. Ti e din se çfarë shoh? Mendoj se po. Po më thuaj. Po ti çfarë shef? Ti çfarë shef? U shoh shumë trubull. Pse? Sepse Ku i ke pikë pyetjet? s'kam pikpyetje. Po përderisa shef I kam turbull. marrë përgjigjet. Përderisa shef turbull, kjo do të thotë që si ke marrë përgjigjet. Okej. Vazhdo. Vazhdo pak ti. Shikam. Se po më duket e çuditshme përderisa nuk është se Ka arkoha që të vendosim pikat mi i, si me thënë. dhe vendosi ti pak pikat mbi. Po nuk Si e është puna shef? këtu se unë tash e jem atë, unë di ta mbyll këtë darkë dhe ta vazhdoj edhe më gjatë. Po. Po puna është vibe që të më japësh ti, a ta mbyll apo ta nis më Ti gjatë. vibe si e shef, Sa e vetëm me vërtet fjalë je. e shef apo e shef si Ore, ndihet me energjia mes fjalë dy edhe personave? Unë herë, unë kam connection me anë trunit herë me njërin. Ti qëndro këtu dhe me ndjek muhabetin, mos më bë lojra fjalësh. Po kam Sepse tur. po për çka ke tur, më thuaj të vërtetën, ku është puna, çka ka këtu, çka po ndodh. Me ty herë, unë do them çka po ndodh me mua dhe pastaj arritim në një konkluzion. Po pse nuk thua një herë çfarë po ndodh me ty? Okej, do të ta shpjegojmë se çfarë po ndodh me Pa. mua. Okej, ta shpjegojmë. Shumë saktë. Pastër pa gabime. Gjithçka ishte shumë e shpejt, edhe nisi si një lojë. Apo Nga ana kupton? jote? Si Nga do? ana të dyve. Jo. Ti po flet për veten tënde tani. Po mirë, po flas nga ana ime. Nisi si lë? Nisi si lojë. Se mendoja që e një lojtare e mirë. Dhe pas disa stuhive kështu, dhe mora disa hapa edhe unë pa tjetër që si ki marrë vështi hapat, ti ke shprej dëshiren, unë e kom shprej knajsin pa tjetër. Unë në asnjë moment nuk kam dashur të të imponoj asgjë, sepse unë shkoj me zemër dhe me energjinë e dashurisë. Të cilën e pres me një klik shumë të fortë. Dhe ti po thuaj që se ke marrë klikun apo Jo, vetëm se s'kan fol shumë? Ti po thuaj që se ke marrë klikun vetëm se s'kan fol shumë? qa të pëlqet e unë? Edhe unë them qa më pëlqet e këty. Që të ecim pak përpara me muhabetin. Nuk është se kam diçka me ta shpjegu kështu detajisht. Okej. Thjesht e di që e ndjej energjinë, e ndjej intuitën, e ndjej vibe-in, edhe pse nuk flet shumë. Po se Ti ndjej momentet me fol tona? për ne dy, se unë ti do me thonë ke Po marrë vendime, shikon, sepse Nuk jam unë ajo që pyes, e kupton thjesht ti e s'pyet shoh. fare po Po. thon. Okej. Në kuptimin e lej tjetri vetë flasë, e din se s'du të dukem si e ngjitshme, se di sa më kupton. Okej. Kjo është mënyra jote, unë nuk kam pse ta. Nuk flas shumë, po kam turp. Edhe turpi shkaku i emocionit, asnjë gjë tjetër. Se kam truan për një gjë. Po mirë, qa shef këtu tek ne, në mesin tonë? Me që unë kam energjinë, ti ke energjinë dhe ne nuk po folim, po dalim i qik nga trupi dhe qëfar shef ti në mesin tonë? Ose po ta them unë qëfar shaf? Okej, unë nga ana ime. Si ta them? Okej, do i flas rrosh.
lutem, hajde pra. Edhe nuk më intereson përgjigjeja jote, edhe po t'jetë ndoshta edhe mohimi çdo gjëje. Jepi. Këtë po pres. Jepi. Pëlqim po shumë, interesim po shumë, me të njohtë më shumë po, me shku më tutje më shumë po. Kjo është realiteti. Me ta zbukuru me fjalë romantike kështu ashtu nuk di me filozofi. Në me fjalë thjesht Thjesht e apo di që fol. më mungon kur je larg, edhe shqetësohem, Kur isha si rasti largun. sot, edhe Kur thjesht isha e di. largun me. Po përgjithësim, për diçmëri. Okej, ti po krijon don që t'jesh vetëm me mua, po. Jo, s'po them. Çfarë po thua? Thjesht e di që mungon, kaq. E di që është gjëja më normale që ekziston që ti do kesh hapësirat e tuaja, shoqëritë e tuaja, punët e tuaja, edhe unë ata të mia, vetëm e di që kjo kur ndodh mungon. Unë Për më shumë që e jam kam komplet e kundërta e Po, e kësaj, kam me parë. thënë drejtën. Si komplet e kundërta. Unë mendoj komplet ndryshe. në fakt. Si. Unë mendoj që ndoshta duhet kemi më shumë hapësirë për njëri tjetrin. Hapësirë po patjetër, nuk më kupton. Thjesht e përshkruaj ndjenjën kur kemi hapësirë. Nuk po them unë që duhet rrim shumë afër patjetër non stop, se ti ke hapësirën tënde, ke shoqërinë tënde, ke punët e tuaja. Kjo është më së normale. Thjesht them si ndihem kur kështu. Po jo që ta them që ndryshon këtë drejtim. Se ti ke hapësirën time, shoqërinë tënde, Unë me punët e thënë tuaja. drejtën ta kom dhënë hapësirën edhe kohën, gjatë gjithë kësaj kohe, kom lënë edhe shoqërinë time edhe jam fokusuar pak a shumë te kjo gjëja që ta di. Edhe unë e kam bërë të njëjtën, sidomos kur kishe probleme me shoqërinë tënde, me punët e tuaja. Jo, unë probleme me shoqërinë time nuk isha nga ty. Jo, Isha për gjërat e nuk mia. thash nga unë. Do me thënë ti kur i kishe për gjërat e tuaja, edhe pse kisha punët e mia, shoqërinë time dhe gjërat e mia, gati mi nusova gjitha ata ditë, derisa ti u ktheve në normalitetin tënd dhe i sqarove gjërat e tuaja, sepse e ndjeja përgjegjësi për mos me të lënë një moment vetëm. Ky është realiteti që ndodhi brenda meje. Që më pëlqen shumë gjëja që po krijohet